Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Rreshtet e dendura në qarkun e Gjirokastrës kanë shkaktuar problematika të izoluara në orët e para të mëngjesit, por situata aktualisht është e qetë. Lumenjt janë në nivele normale, megjithatë pritet rritje prurjeve dhe mbetet rrezik për rrëshqitje dherash, sidomos në zonat kodrinore dhe akset rrugore. 420 milion lek nga buxheti 2024-s, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ja ka dedikuar Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër për rikonstruksionin e plotë të tij. Punimet e nisura një vit më parë janë realizuar në masën 75% dhe pritet të përfundojnë në muajin maj. Besimtarët ortodoks festuan sot ditën e ujit të bekuar. Çdo 6 janar, pas shërbesave në kisha, zhvillohet edhe rituali hedhjes së kryqit në ujë, por këtë vit për shkak të motit të keq, ky ritual është anulluar në Gjirokastër, ndërkohë që në Sarandë të rinjtë sfiduan motin. Kryqi i hedhur në ujërat e Detit Jon u kap nga Andrea Baruta nga Dropulli. Si njeri letrave, jo vetëm ka shkruar, por edhe ka përkthyer nga zhanre të ndryshme. Në një kënd të veçantë të Bibliotekës Apostol Meksi, sot gjente ekspozuar krijimtarin letrare të poetit, historianit, diplomatit të njohur shqiptar Fanoli. Me këtë ekspozit, ky institucion ka çelur kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Ju njohim tani më gjërësisht. Rreshtet e dendura në qarkun e Gjirokastrës kanë shkaktuar problematika të izoluara në orët e para të mëngjesit, por situata aktualisht është e qetë. Lumenjt janë në nivele normale, megjithatë pritet rritje e prurjeve dhe mbetet rrezik për rrëshqitje dherash, sidomos në zonat kodrinore dhe akset rrugore. Rreshtet e dendura të shiut kanë vijuar edhe gjatë 24 orëve në të gjithë territorin e qarkut të Gjirokastrës, duke detyruar ekipet e emergjencave civile të qëndrojnë në gatishmëri. Nga monitorimi në terren i niveleve të lumenjve, niveli këtyre të fundit Drino dhe Vjos është në kuota normale, por gjendja e alarmit vazhdon pasi prurjet e lumenjve pritet të shtohen gjatë ditës së sotme. Defekte ka patur në rrjetin e energjisë elektrike në bashkitë Tepelen me Maliaj të qarkut, por ekipet e OSHE i kanë punuar në kohë ndërsa vijojnë të jenë në terren. Rrezik për rrëshqitje dherash paraqesin zonat kodrinore në bashkinë Tepelen, ndërsa në varësi të nivelit të rreshjeve priten prurje të shumta të lumenjve Drino dhe Vjos. Për sa i përket akseve rrugore kombëtare janë të hapura përveç aksit Tepelen Gjirokastër në vendin e quajtur shkalla e zezë, i cili për shkak të dherave të rëna nga shpatet e maleve vijon të jetë i kalueshëm me një krah, ndërsa po punohet edhe aty për rehabilitimin e situatës. Sipas të dhënave, problematikat e izoluara janë shfaqur edhe në bashkinë Gjirokastër, ku është ndërhyrë në kohë për rehabilitimin e tyre. Aktualisht jemi në fshatin Andon Poçi, kemi pasur një problematik tek argjinatura e liçenit. U ndërhy dhe u eliminua plotësisht probleme. Aktualisht në kanalet Kulluse, në kanalet Vadice janë marrë masat paraprake, por dhe ato raste sporadike që janë, po ndërhyjet në momentin e parë, që paraqitet problemi. Dhe të prendër aktualisht nuk kemi pasur një problematik. As projë Çullos, as projënët e tjerë rreth qytetit. Çdo punonjës është në terren, administratorët, kryeplejt janë të gjithë të aktivizuar për çdo rast emergjence. Ekipet e emergjencave civile qëndrojnë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo situatë problematike që mund të shfaqet në orët në vijim. Rreshtet e dendura të shiut kanë sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor në qarkun e Gjirokastrës. Megjithatë, të gjitha akset mbeten të kalueshme. Policia rrugore ka shtuar prezencën në terren dhe u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin lëvizjet e tepërta. Rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë qarkun e Gjirokastrës kanë sjellë vështirësi në qarkullim rrugor. Megjithatë, të gjitha akset mbeten të kalueshme, ndërsa policia rrugore ka shtuar masën dhe prezencën në terren për garantimin e sigurisë. Gjithë akset rrugore janë të kalueshme, si aksi Gjirokastër Muzin, aksi Gjirokastër Tepelen, Gjirokastër Ura Elektrik dhe Tepelen Kras. Në këto akse rrugore ka si ka lagështi. Ka dhe shkallë të dherash në shkallën e zezë, në ujin e ftohtë dhe të Ura Elektrik. Këto tre akse kryesore që ka shkallë të dherash, me njëri janë njoftuar firma Minbajse që ka marrë masat dhe trafiku në moment është shumë normal. Në ana e Policisë Rrugore janë marrë 3 masat nga Shpia e Policisë Rrugore, të cilat janë të aksesore në gjitha akse kryesore me mjetet e punës.
Policia e Gjirokastrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të shmangin lëvizjet e panevojshme në akset rrugore dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit. Detyra kryesore e policisë rrugore është parandalimi i aksidenteve në qarkun tonë Gjirokastrën. Ju bëj apel të drejtuesit të mjetit që lëvizin në aks rrugore edhe për shkak të kushte atmosferike të bëjnë kujdes në drejtimin ato mjetit, të jenë më të kujdesshëm, të përdorin ripin e sigurimit, të mos bëjnë parakalimet gabuara, të mos përdorin celularin dhe të cilat janë dhe burime aksidente. Shërbimet e policisë rrugore Gjirokastër kanë shtuar prezencën e uniformave dhe kontrollet në të gjitha akset rrugore me qëllim garantimin e sigurisë së përdorësve të rrugës. Pas festave të fundvitit, pikat kufitare me Greqinë po përballen sërish me fluks të lëvizjeve kryesisht në dalje, teksa emigrantët që kaluan pushimet në Shqipëri po kthehen drejt vendeve të punës. Në Kakavi janë përpunuar rreth 10.716 shtetas gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilët 7.643 në dalje drejt Greqisë dhe 2.908 mjete, me kolona makinash që në disa momente kanë kapur mbi 4 kilometra në dalje për shkak të fluksit dhe kapaciteteve të kufizuara të sporteleve të kontrollit nga pala greke. Autoritetet kufitare shqiptare po punojnë me kapacitet të plotë dhe këshillojnë planifikimin e udhëtimeve, pasi pritet që fluksi të mbetet i lartë edhe në ditët e ardhshme. 420 milion lek nga buxheti 2024-s, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ja ka dedikuar Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër për rikonstruksionin e plot të tij. Punimet e nisura një vit më parë janë realizuar në masën 75% dhe pritet të përfundojnë në muajin maj. Me këtë fond synohet modernizimi i infrastrukturës fizike dhe rritja e cilësisë së shërbimit spitalor për banorët e qarkut jugor. Punimet për rikonstruksionin e spitalit të Gjirokastrës po ecin me ritme të shpejta. Një vit pas fillimit të punës janë realizuar 75% e tyre. Në një prej seksioneve ndërhyrja ka përfunduar plotësisht në të 3 katet dhe pacientët e marrin shërbimin në kushte bashkëkohore, ndërkohë që ka përfunduar fasada e kret godinës dhe hidroizolimi. Deri tani kemi bërë rreth 75% punimeve. Tani janë 3 kate, është seksioni 3 këtu ku jemi është pathologjia, është kirurgjia dhe pediatria kati parë, që janë në funksion 100%. Ne kemi kamaruar të gjitha me të gjitha punimet, me shtrime, kanë kaluar pacientët dhe i kemi akomoduar në seksionin e parë. Është në funksion 100%. Fasada jashtë ka mbaruar çdo gjë. Është mbyllur, izolimet e terracës, të gjitha punimet në terracë janë të përfunduara, thuhet 2 muaj para, si dhe fasada e gjithë komplet ka 2 muaj që ka përfunduar. Ende pa prekur kanë mbetur salla e operacioneve dhe shërbimi urgjencës, të cilat sipas parashikimeve të firmës do të përfundojnë në maj të këtij viti, për t'i dhënë fund kështu rikonstruksionit të Spitalit Rajonal Omer Nishani disa muaj më parë se ç'është nënshkruar në kontratë. Sipas grafikut të punimeve, fillojnë në datën 1 shkurt, fillon salla e operacionit dhe urgjenca. Do jetë një shtrije deri në maj të 2026. Maj qershor 2026 themi se ja zorojnë të gjitha punimet. Edhe ura lidhse që lidh maternitetin me pjesën e parë ku ndodhet pediatria dhe ajo mbaron tani në fund dhe do jetë në funksion për pjesën e parë se salla e operacionit do kaloj aktualisht ku është, do kaloj te materniteti për të funksionuar 3 muaj sa të mbaroj salla aktuale ku është në funksion. Spitali Gjirokastrës mban statusin rajonal dhe ofron shërbim për banorët e 7 bashkive të qarkut. Ky investim i Ministrisë së Shëndetësisë prej 420 milion lekësh vjen pas atij të 2008-s, i cili përfshiu gjithë godinën. Ditët e ftohta kanë shtuar ndjeshëm rastet me viroza të stinës në përmet qendrat shëndetësore, por përballen me fluks të rritur pacientësh, ndërsa mjekët bëjnë apel për kujdes dhe shmangje të përdorimit të medikamenteve pa recetë. Ditët e ftohta kanë sjellë një rritje të ndjeshme të virozave të stinës. Në qendrat shëndetësore numër 2 dhe numër 3 në përmet, gjatë kësaj periudhe, është vënë re një shtim i rasteve me viroza të zgjatura, kryesisht tek fëmijët dhe të moshuarit. Kemi një rritje të virozave, më shumë këto gjendje virusale, me temperaturë të lartë, me dhimbje koke, dhimbje fyti, në një kohë të thatë, mund të paraqiten me njëherë
do më thënë mbas ditës së parë, por mund të vinë edhe mbas 3-4 ditësh. Moshat më kështu që preken nga ky virus janë moshat e vogla, do më thënë pediatrike. Kemi dhe raste të moshave 60 e lartë. Mjekja bën apel për kujdes të shtuar dhe këshillon qytetarët të mos abuzojnë me medikamentet, veçanërisht pa recetë mjekësore nga specialistët përkatës. Mund të zgjasi 3 deri në 5 ditë, ka dhe raste që zgjat edhe më shumë. Mund të zgjasi edhe 1 deri në 2 ditë. Deri në 5 ditë ne nuk përdorim antibiotik. Pastaj në rast se ka, e drejtojmë për analizat, grafi. Kur kemi raste të shtrimi në spital, i shtrojmë në spital. Kemi pas dhe raste që kemi shtruar aty, jo është forma të renda. Ndërkohë, gjatë këtyre ditëve, në këto qendra shëndetësore janë kryer mesatarisht 30 vizita në ditë, çka tregon një fluks të shtuar pacientësh krahasuar me periudhat e mëparshme. Forcat e armatosura po bëjnë gjithnjë më tërheqëse si karrierë për të rinjt. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu theksoi rolin kyç të kapitalit njerëzor dhe zhvillimit profesional në forcimin e forcave të armatosura, duke prezantuar rrugëtimin e 2 efektivëve si shembull për kushtimin. Forcat e armatosura po shndrohen në një strukturë tërheqëse për karrierë jo vetëm për të rinë nga jeta civile, por gjithnjë e më shumë, edhe për ata që tashmë shërbejnë në uniform. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ndau një video ku vihet në fokus roli i kapitalit njerëzor në forcat tona të armatosura, duke theksuar se zhvillimi dhe aftësimi i çdo efektivi është themeli i forcimit dhe ringritjes së mëtejshme të FAS. Në video prezantohen rrugëtimet profesionale të nën togerit Ersimolla dhe ushtares së 4 Erato Buzalli, 2 prej efektive që përfaqësojnë për kushtimin dhe profesionalizmin e grave dhe burrave në uniform. Unë jam nën toger Ersimollaj me detyrë komandant togës Bulimi në regjimentin e Këmbëshërisë Verill. Raporti jonë është angazhuar në operacione brenda vendit, në emergjenca civile si kërkim shpëtimi, shuarje zjarri dhe në rast përmbytjesh. Rast operacioneve brenda vendit, raporti jonë atashohet dhe në operacione jashtë vendit, si në misione paqarruese në Kosovë, Bullgari dhe së fundmi në Bosnjë. Përshëndetje, unë jam Erato Buzalli, ushtare e 4, shërbej në togën e armëve të rënda me detyrë automatikse. Unë kam 5 vite përvojë në forcat armatosur të Republikës së Shqipërisë dhe unë kam një mbështetje shumë të madhe nga kolegët dhe nga prorët e mi. Eksperienca ime më e bukur ka qenë në një stërvitje një mujorëshe në Gjermani. Unë ftoj të gjitha vajzat të marrin pjesë në forcat armatosura sepse është një eksperiencë shumë e bukur. Forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë operojnë sot si një strukturë moderne. Djem dhe vajzat në forcat e armatosura po shprehen një interes të shtuar për të vijuar shërbimin duke ndjekur kurset e karrierës. Besimtarët ortodoks festuan sot ditën e ujit të bekuar. Çdo 6 janar pas shërbesave në kisha zhvillohet edhe rituali i hedhjes së kryqit në ujë, por këtë vit për shkak të motit të keq ky ritual u anullua në Gjirokastër, ndërkohë që në Sarandë të rinjtë sfiduan motin. Kryqi i hedhur në ujërat e detit Jon u kap nga Andrea Baruta nga Dropulli. Besimtarët ortodoks në Gjirokastër kremtuan sot ditën e ujit të bekuar, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit krishtar, e cila shënon pagëzimin e Zotit Krisht. Festa përkujtohet çdo 6 janar dhe tradicionalisht shoqërohet me ritualin e hedhjes së kryqit në ujë, simbol i pastrimit dhe ndriçimit shpirtëror. Sipas besimit të krishterë, në këtë ditë kremtohet shfaqja e Perëndis dhe përmes pagëzimit të Krishtit shënjtërohet mbar krijesa dhe të gjitha ujërat. Për shumë vjetë gëzuar të kremten e Theofanis, ose si që njihet ndryshë në gjuhën popullore uji i bekuar, dita e ujit të bekuar, e cila është e kremtja, një ndër të kremtet më të mëdhaja pas Pashkës dhe Krishtlindjes, është vetë pagëzimi i Zotit ton Isu Krisht, i cili u pagëzua prej Joanit në lumin Jordan. Në të kremten e sotme, Zoti na jep një shembull të gjithëve që unë i pari që jam Perëndi do të pagëzohem dhe ju pas me do të vini të ndiqni atë që bëra edhe unë. Perëndia ishte i pamëkatshëm, i gjithë pushtetshëm dhe i gjithë lavdishëm,
Por, edhe pse ishte të gjitha këto që tham, ai dënjoi të pagëzohet që të japi shembullin tek ne njerëzit. A ju pagëzua që të vazhdojmë edhe ne të pagëzojmë brezat në vazhdim. Dhe kjo ishte një ndër porosit kryesore që i la nxënësve të tij, shkoni pra dhe predikonin gjithë botën dhe i pagëzoni ata në emër të Atit, të Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Dita e sotme, e cila është dita e ndriçimit, dita e shinëtërimit, ju ndriçoft të gjithëve, ju bekov dhe ju shinëtëroft ju dhe familjet tuaja. Për shumë vjet gëzuar. Në Gjirokastër, kremtimet u zhvillua në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit, ku mbajt mesha hynore në praninë e vjetra besimtarëve dhe klerikëve të Mitropolisë së Gjirokastrës, të cilët uruan për këtë ditë të shënuar. Sot është ditë e shenjtë, ujë i bekuar, gjitha ujërat janë të bekuar, këtë urime për cilën dhe tek njerëzit, kush pi ujë le të ndjejë gëzimin, dashurinë, haren atë që do vërtet për cilë kjo ditë. Një urim të thjeshtë nga zemra, gëzuar të gjithë besimtarve, gëzuar të ditë të shenjtë, gëzuar të gjithë atyre që festojnë sot, një vit të mbar dhe shëndet për të gjithë. Sot pagëzohet Johan Pagëzori, i uroj gjithë besimtarët të gëzuar e gjithë të mirat, vit të mbar. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit në Gjirokastër rituali i hedhjes së kryqit nuk u zhvillua në ujërat e lumit Drino për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Kanë qenë të shumtë besimtarët ortodoks dhe qytetarë të tjerë në Sarandë që këtë 6 janar janë drejtuar kishës së Shën Harallambit në qytetin bregdetar. Dita e ujit të bekuar ka nisur me meshën e shenjtë të drejtuar për herë të parë nga mitropoliti i Gjirokastrës Hirësia e tij Nathanail. Në meshën e sotme nuk mund të mungonin as deputetët e zonës si Vasil Lajo Anadajko, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, kryetari i Bashkisë së Sarandës, si dhe nën prefekti i qarkut të Vlorës Kristaq Kiço e të tjerë. Mitropoliti Nathanail dha mesazhin e vllazërimit mes komuniteteve të jetës në paqe dhe pa të këqija, ndërkohë që besimtarë të shumtë lutën për familjet dhe të dashurit e tyre duke ndezur qirinje duke bërë kryqin. Pas meshës në kish, një numër i madh besimtarësh kanë shoqëruar ceremonialin e hedhjes së kryqit të shenjtë në ujërat e detit Jon, ku pas bekimit në mënyrë simbolike nga mitropoliti Nathanail, shumë të rinj kanë zgjedhur të sfidojnë këto ujëra, por këtë vit Andrea Baruti nga Dropulli ka bërë edhe kapjen e tij. Sa vjeç je? Jam 25. Për herë të parë e merr kryqin? Është hera dytë që kap krikin, është në Sarandë. 5 çevi po. Hera pas. Çdo vit këtu në Sarandë. Urimi yt për këtë ditë, Paqe dhe dashuri. Shëndet mbi të gjitha. Ceremonia e dritës së ujit të bekuar në qytetin e Sarandës ka vazhduar më tej me kthimin e besimtarëve në oborin e kishës së Shën Harallambit, ka kanë marrë edhe ujin e bekuar për familjet e tyre. Si njeriu i letrave, jo vetëm ka shkruar, por edhe ka përkthyer nga zhanre të ndryshme. Në një kënd të veçantë të Bibliotekës Apostol Meksi, sot të gjen të ekspozuar krijimtarin letrare të poetit, historianit, diplomatit të njohur shqiptar Fanoli. Me këtë ekspozit, ky institucion ka çelur edhe kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Biblioteka Apostol Meksi e çel siparin e aktiviteteve për vitin 2026 me një ekspozit për Fanolin. Në një stend të veçantë janë prezantuar jo vetëm librat që mbajnë autorsinë e Theofan Stilian Nolit, por edhe ato të përkthyera prej tij. Ekspozita vjen në kuadër të 144 vjetorit të lindjes së kësaj figure të rëndësishme të kulturës shqiptare dhe do të jetë e çelur deri në fund të javës. Rastin e 144 vjetorit të Fanolit, Biblioteka Apostol Meksi ka hapur një ekspozit me botimet e tij, me krijimtarinë letrare të Fanolit. Në këtë ekspozit ne kemi paraqitur krijimtarinë letrare të tij, duke filluar që nga krijimet e para të Nolit, e cila është drama Izraelit dhe Filistin, botuar në vitin 1907. Gjithashtu, në këtë ekspozit ne kemi të paraqitur kryeveprën e Nolit, e cila është historia e Skënderbeut. Noli njihet edhe si publicist, ai ka botuar në gazetat e asaj kohe, gazetë të ndjedh, artikuj të ndryshëm, në të cilën këtë gazetë biblioteka e disponon në fondin e saj. Noli njihet edhe si përkthyes. Ai ka përkthyer kryeveprat e letërsisë botërore, Shakespeare, Kajan, ka përkthyer Cervantesin, Don Kishotin e Cervantes. Veprat e Nolit janë mjaft të tërhequra nga lexuesit, sidomos nga nxënësit e shkollës, të cilët i kanë në programin shkollor. Do të përmendja këtu për shembull historinë e Skënderbeut, përmbledhjen poetike album dhe poezi të ndryshme të tij. Ekspozita do të qëndrojë hapur gjatë gjithë javës. Ftojmë të gjithë dashamirësit e historisë dhe të gjithë dashamirësit e librit ta vizitojnë ekspozitën.
Si shkrues, redaktor dhe drejtues në për disa të përkohshme si Diell, Kombi, Republika e të tjerë, Noli gjithashtu ka kontribuar në fushën e publicistikës. Në 16 qershor të vitit 1924, ai u bë kryeministër i Shqipërisë për të qenë në krye të saj vetëm për 6 muaj pasi u përmbys nga Ahmet Zogu. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.